unë librin nuk e fillova ta shkruaj duke u kthy shpesh në Kosovë dhe duke vizitu shtëpinë e dajve të mi aty ku kemi qëndru gjatë gjithë kohës së luftës, as duke shku në për podrume ku kemi fjetë. Mu në fakt lufta më kujtu në Bruxelles. Dhe lufta më erdhi edhe komplet ato kujtime të cilat kisha mendu se i kam harru, ose i kisha mendu sikur kam ndodhe dhe janë aty ku janë, po nuk është se më definojnë, as nuk më përcaktojnë rrjedha të mëdha të jetës. Por pastaj ti kur sheh këto negocime të përditshme të mikroagresioneve, mikroracizmave, të dhunave të vogla, po që shpërfaqen shumë shpesh, ajo pastaj më ktheu në këto diskutimet në fakt ku është paqja, sepse projekti evropian, sidomos për popullsitë periferike, ishte shitur si diçka, si një projekt i krym, edhe ata jetuan përjetësisht të lumtur. Ky ishte projekti që shitet edhe sot në fakt. Po që kur jeton brenda, ti e kupton që në fakt ky projekt ndoshta në formën se si shitet, si është paketuar dhe si është shit, ndoshta nuk ka ekzistuar asnjëherë. Ka qenë gjithmonë i negociuar edhe i negociueshëm me një varg aspektesh të tjera të negocimit, të pushtetit, të marrëdhënieve të pushtetit, të aspekteve dhe ushtrimit të dhunës po ashtu. Qoftë kjo dhunë kulturore, ambientale, intelektuale, edhe shpesh herë edhe dhunë fizike, armatosure, orkestrume po jashtë territoreve evropiane.